Pra, nga socialistët, Kaplanaj konsiderohet rivali punëmbarues me 67 miliona euro tendera. Por jo vetëm tenderat pagar dhe plot me hije korrupsioni, por tani do t'ju sjellim edhe shkeljet më të rënda nga Agron Kaplanaj, i cili, siç bashkëpunëtorët e tij socialist, ka mbisupe edhe skemën e tij 5D. Milionat nga tenderat duket se nuk kanë qenë thjesht rastësi, pasi që në kohën kur ka qenë kryetar bashkie, Agron Kaplanaj ka ngritur skemën e tij 5D, ku me firmën e tij i ka dhënë miliona euro tendera kompanisë së vëllait të tij. Siç do të rezultojë edhe nga dokumentet zyrtare, fondet e Bashkisë Mallakastër me firmë të Agron Kaplanajt shkonin sërish në xhepat e tij dhe të rrethit familjar. Në korrik 2013 themelohet kompania Grand Construction M, me ortak të vetëm Tetem Dajlanaj, vjerri i Kastriot Kaplanajt. Kastriot Kaplanaj është vëllai i Agron Kaplanajt, ish kryebashkiaku të Mallakastrës, personazhi kyç i këtij investigimi. Që në fillesat e saj, kompania ka lidhje të dukshme me subjektin tjetër, Shkëlqimi 07. Të dyja kompanitë ndajnë të njëjtën ekonomiste, zonjën Stoli Laze, një element që ngre pikpyetje për menaxhimin financiar të aktivitetit të tyre. Por lidhjet nuk mbarojnë këtu. Në bilancin e vitit 2013 del në palë një fakt që hedh dyshime të forta mbi ligjshmërinë e veprimtarisë së Grand Construction M. Dokumenti financiar ka si kokë zyrtare kompaninë Shkëlqimi 07, ndërkohë që firma dhe vule vendosur në fund bilancit i përkasin Grand Construction M. Një parregullsi që sugjeron konfuzion të qëllimshëm ose konfirmim të bashkëveprimit të këtyre kompanive apo ndarje burimesh dhe financimesh. Bilanci për vitin 2013 tregon se kompania Grand Construction M ka realizuar rreth $700.000 amerikan të ardhura, të gjitha nga shërbimi investime publike, pra vetëm nga institucionet shtetërore. Në shkurt të vitit 2015, Tetem Dajlanaj do të largohet nga pozicioni i administratorit për arsye shëndetësore. Në vend të tij emërohet Petref Saliaj, i cili në vitin 2021 rezulton punonjës i kompanisë Shkëlqimi 07. Ky fakt tregon një tjetër rotacion brenda së njëjtit grupimi individesh dhe interesash. Faturimet e kompanisë njohin një rritje të ndjeshme në vitin 2014, duke kapur vlerën e $1.6 milion amerikan. Në vitin 2016 faturimi është $950.000, por kulmi arrihet në vitin 2017, ku kompania shënon një bum financiar me një faturim prej $3.1 milion. Një tjetër hallkë e rëndësishme në këtë rrjet është shtetasi Flamur Zaimi. Ai punon njëkohësisht si drejtor finance pranë ujësiellës kanalizime Fier dhe si financier pranë kompanisë Shkëlqimi 07. Për më tepër, ai ka firmosur edhe bilancet e kompanisë Grand Construction M. Konflikti i interesit bëhet edhe më i dukshëm kur mësojmë se dy fëmijët e Flamur Zaimit janë të punësuar pranë kompanisë Grand Construction M. Ky rrjet lidhjesh familjare, profesionale dhe institucionale të shumëfishta përbën një shembull konkret të mënyrës se si përmes njerëzve të afërt dhe funksioneve të dubluara krijohet një sistem i mbyllur që përfiton në mënyrë abuzive nga fondet publike. Skema që tashmë janë pakzuar me emrat 5D apo 5B. Vitet në vijim tregon një ecuri edhe më të qartë të përfitimeve të kompanisë Grand Construction M nga fondet publike, duke thelluar dyshimet për favorizim të strukturuar dhe klientelizëm institucional. Në vitin 2017, kompania shënon një rritje të konsiderueshme në faturim, duke realizuar $307 milion. Ky trend vijon edhe në vitin 18 me $314 milion, ndërsa në vitin 2019 ndon se ka një rënje, faturimi mbetet i lartë. Viti 2020 shënon një rënje të ndjeshme në të ardhura, vetëm $85 milion, çka përkon me periudhën e pandemisë dhe kufizimeve ekonomike. Megjithatë, kompania rekuperon menjëherë në vitin 2021 me $203 milion, për të vazhduar me $323 milion në 22 dhe një tjetër bum financiar në vitin 23 me $532 milion faturim. Vit ky që korrespondon me vit elektoral. Pra, e thënë më thjesht, ndërsa Agron Kaplanaj sillen në politikë si opozitar, kompanitë e familjarëve të tij rezultojnë të preferuarat e qeverisë. Sipas të dhënave të siguruara nga Dega e Thesarit në periudhën 19-25, kompania ka përfituar $900 milion vetëm nga institucionet buxhetore. Në një klim ku qindra biznese të ndershme përballen me vështirësi ekonomike, Grand Construction M duket se ka qenë një nga përfituesit sistematik të buxhetit të shtetit, një skemë ndërtuar mbi lidhje politiko-personale klienteliste. Kjo skemë kërkon një hetim të thelluar për të kuptuar jo vetëm mënyrën e përfitimeve, por edhe dëmin që i është shkaktuar fondeve publike ndër vite.
Në vitin 2023, Grand Construction M zgjeron veprimtarinë duke regjistruar një adresë të re dytësore në zonën minerare të bashkisë Mallakastër. Konkretisht në Ballç, zona minerare 421 fraksion 4, objekt Proj That Vorba. Sipas dokumentacionit zyrtar të paraqitur në qendrën kombëtare të biznesit, kjo leje është dhënë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e drejtuar nga Belinda Balluku, çka ngres sërish dyshime për favorizime politike dhe qasje të privilegjuar në sektorin minerar. Kujtojmë që Belinda Balluku sot ka zbarkuar me të gjithë drejtorët e saj të akuzuar për afera të rënda, pikërisht në qarkun e Fierit, ku edhe Agron Kaplanaj ka bazën e aktivitetit të tij politik. Nëse do i hedhim një sy strukturës së kësaj kompanie, forcohet edhe më shumë dyshimi për lidhjet me saj, Agron Kaplanajt, familjarëve të tij si dhe kompanisë tjetër të vllajt, Shkëlqimi 07. Në strukturën e brendshme të kompanisë hasim një listë individesh që mbajnë funksione të shumëfishta, si në sektorin publik, ashtu edhe në kompani private të lidhura me tendera publik dhe me një të përbashkët mes tyre, lidhja familjare. Shkëlqi Murati, i punësuar si inxhinier pranë ujësjellësit Fier, por gjithashtu i angazhuar edhe në Grand Construction M. Drita Hoxha, inxhiniere në Grand Construction, por edhe pjesë e kompanisë HTM, që del në skema të tjera me fonde publike. Tonin Xhelaj, mjek pranë kompanisë Grand, administrator rajonal në Bashkinë Fier dhe mjek pranë NG Structure, një kompani që ka marrë shumë tendera në Bashkinë Tepelen dhe që bën pjesë në të ashtu quajturën skemë e kompanive BIK. Perikli Gogo, inxhinier që shfaqet në disa kompani, Den Led, Murati, Grand, duke përforcuar tezën e një rrjeti të përbashkët tekniko-administrativ. Ledian Kaplanaj, djali i Shkëlqim Kaplanajt, shfaqet si konsulent për Grand Construction dhe Shkëlqimi 07. Ky konfigurimi i personave të njëjtë që lëvizin brenda të njëjtit rrjet kompanish, institucione publike dhe procese tenderimi, nuk është rastësi. Ai përbën një strukturë të qëndrueshme dhe të mirë koordinuar për thithjen e fondeve publike nga të njëjtët personazhe. Në periudhën 2015-2019, gjatë kohës që Agron Kaplanaj udhëhoqi Bashkinë Mallakastër, një mori tenderash të dyshimtë u shpallën dhe u fituan nga kompanitë të lidhura me të, si dhe me familjarë të tij, duke formuar një skemë të thellë dhe të organizuar për përfitime të paligjshme nga fondet publike. Identik si në Bashkinë e Tiranës me skemën 5D, kompania Grand Construction M e lidhur ngushtë me Kastriot Kaplanaj dhe Tetem Dajlanaj, vjerri Agron Kaplanajt, fitoi një sër tenderash nga Bashkia Mallakastër dhe Ujësjellës Kanalizime Mallakastër. Disa nga këto tendera janë: të gjitha këto tendera, që kapin vlerën e 283 milion lekëve apo gati 3 milion euro, janë firmosur nga Agron Kaplanaj dhe varësit e tij dhe janë përfituar nga kompanitë që lidhen direkt me Kaplanaj dhe Dajlanaj. Procedura e tenderave, shpallja e fituesve dhe mënyra e shpërndarjes së fondeve janë shumë të dyshimta dhe nuk ofrojnë një pasqyrë të qartë të konkurrencës së ndershme. Në këtë skemë, tenderat e fituar nga Grand Construction M dhe Shkëlqimi 07 janë një provë e qartë e përfshirjes së një grupi të organizuar që përdor pozitat publike për të pasuruar veten dhe të afërmit, duke shpërdoruar fondet të taksapaguesve dhe duke e minuar integritetin e institucioneve publike. Por nuk mbaron me kaq. Kompanitë në fjalë, veç fondeve me firmë të Agron Kaplanajt, kanë përfituar në këto vite miliona euro fonde edhe nga bashki të tjera, përgjithsisht të drejtuara nga socialistët. Dokumentet zyrtare dhe të dhënat e tenderimeve tregojnë se kompania Grand Construction në bashkëpunim të ngushtë me Shkëlqimi 07 dhe disa subjekte të tjera si Fled, Desaret dhe Besta kanë përfituar afro 13 milion euro tendera nga këto bashki. Në bashkinë Roskovec, Grand ka përfituar disa tendera të njëpasnjëshëm për rikonstruksion rrugësh. Po ashtu, kompania është paguar nga Ujësjellës Kanalizime Tepelen në vitin 2016 për mirëmbajtjen e ujësjellësit të Bënçës në një vlerë prej 21 milion lekësh, një tjetër institucion ku kanë ndikuar lidhjet politike dhe personale. Ndërkohë, një ndër tenderat më të mëdhenj është regjistruar në Bashkinë Kavaj, ku në vitin 2022, Grand ka qenë pjesë e një bashkëpunimi fitues për projektin rikualifikimi i banesave DS4 me një vlerë marramëndse prej 529 milionësh. Po në këtë bashki, në kuadër të programit të rindërtimit, kompania ka ndërtuar një stacion zjarfikës në vitin 2021 me një fond prej 78 milion lekësh. Në Ujësjellës Kanalizime Sarand në vitin 2024, Grand në bashkëpunim me Shkëlqimi 07 fitoi një tender për ndërtimin e rrjetit shpërndarës në Delvin me një vlerë prej 117.5 milion lekësh. Në Bashkinë Tiranë, Grand është pjesë e një tjetër konsorciumi të dyshimtë bashkë me Shkëlqimi 07 dhe Fled, që fitoi një tender për ndërtimin në zonën e 5 Majit në vitin 2020 me një fond total prej 321 milionësh.
Në Bashkinë Fier, kompania ka marrë 2 tendra të tjerë në vitin 21, 11 dhe 8 milion lek. Për më tepër, kompania ka përfituar edhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku në vitin 2020 fitoi një tender për rikonstruksionin e rrugës Çamëria në vlerën e 180 milionëve, si dhe disa tendra të tjerë të gjashëm që po analizohen aktualisht.